ilaçi më i mirë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: përdorni 2 ilaçe, mjaltin dhe Kuranin. Ai gjithashtu ka thënë: shërimi gjendet tek përdorimi i shurupit të mjaltit. Ai ka këshilluar njerëzit të përdorin mjalt në raste shqetësimesh nga sëmundje të ndryshme. Sipas hulumtimeve shkencore biokimike, është vërtetuar se mjalti përmban alumin, i cili luan rol si anti-inflamator në mukozën e lukthit dhe të zorrve. Hekur, i cili është i domosdoshëm në enzimat e frymëmarrjes së qelizave të organizmit. Kalium, i cili shërben në organizëm si lidhës i albuminave dhe të glikogjenit, pa praninë e të cilit është i pamundur zhvillimi i organizmit. Natrium, mungesa e të cilit shkakton dobësim të muskujve në organizëm, rashkapitje, humbje oreksi, etje, vjellje, pengesa në funksionimin e veshkave dhe të tjerë. Me këto vlera që ka mjalti, kuron sëmundjet e lëkurës, të organeve të tretjes, të mëlçisë, të veshkave, të zemrës, të sistemit nervor, të syrit, të organeve gjinetale e shumë sëmundjeve të tjera. Hoping everything's alright. Oh, I used to be so forlorn to the day you